Territori shqiptar për datën 14 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme, duke sjellë mot me vranësira dhe rreshje shiu në një pjesë të madhe të vendit. Paraditja do të karakterizohet nga rreshje shiu në zonat veriore dhe jugore, ndërsa pjesa qendrore do të ketë më shumë vranësira. Pasditja vijon me rreshje lokale dhe intervale me vranësira të shpeshta. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 17 gradë Celsius. Gjatë ditës priten intervale të kufizuara me diell për shkak të mbizotërimit të vranësirave. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi jugor dhe jugperëndimor me shpejtësi 3 deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim mesatar rreth 2 deri në 3 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 14 shkurt 2026 pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:30 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:20 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 7 deri në 14 gradë Celsius. Kukës 6 deri në 12 gradë Celsius. Peshkopi 4 deri në 11 gradë Celsius. Tiranë 9 deri në 16 gradë Celsius. Durrës 10 deri në 15 gradë Celsius. Kavaj 9 deri në 16 gradë Celsius. Elbasan 8 deri në 17 gradë Celsius. Berat 8 deri në 16 gradë Celsius. Korç 2 deri në 11 gradë Celsius. Vlorë 10 deri në 16 gradë Celsius. Gjirokastër 6 deri në 14 gradë Celsius. Sarand 8 deri në 17 gradë Celsius.